Përshëndetje të dashur miq. Sot do të ndaj me ju një temë që pata premtuar që do të flasim, e cila është déjà vu. Do të flasim lidhje me déjà vu, se si ju mund ta kuptoni, a e keni përjetuar apo jo, çfarë është dhe lloje të ndryshme të saj. Ndoshta më të futemi dhe pak më thellë, por do të shohim se si do të shkojë. Si fillim, déjà vu. Edhe nga vetë kuptimi i fjalës i përkthyer do të thotë diçka e parë, më parë. Nga frëngjishtja, pra tashmë e parë, si të thua. Që do të thotë që ju e keni parë më parë këtë lloj situate. Ka disa lloje të ndryshme déjà vush. Pra mund të jetë një situatë specifike që juve ju duket sikur është familjare dhe e keni parë më përpara. Mund të jetë një individ specifik dhe ky takim specifik, apo fjalë të thëna që ju duket sikur i keni dëgjuar më parë, ndjesi që ju duket sikur i keni përjetuar më parë. Mund të ketë edhe lloje të tjera, sigurisht, një lloj tjetër që po më vjen ndërmend që në fakt është pakës më i thellë. Kjo është më e rrallë si gjë, por që mund ta keni përjetuar, që për shembull, disa momente, jo vetëm të ndjeheni sikur e keni përjetuar më parë, por t'ju kujtohet në atë moment që ju duket sikur ndjeni déjà vu, t'ju kujtohen disa momente apo unë i quaj dritare të ndryshme dhe mund të jenë në momente të ndryshme kohore të jetës suaj, sepse në fakt kjo hyn në tema të tjera që në një sens tjetër, pra nuk është se jeta jonë po ndodh në mënyrë lineare, por ka ndodhur tashmë. Dhe pikë të ndryshme, për shembull mund ta mendoni si një video. Dhe momente të ndryshme, minuta të ndryshme të videos, ose minuta 5, minuta 10, minuta 15 dhe minuta 20, e video suaj 40 minutëshe ndoshta, apo 30 minutëshe, këto pika janë të lidhura me njëra tjetrën dhe ju në secilën prej tyre, pra kur vjen videoja në minutën 5, ju do të ndjeni secilën prej të tjerave, pra 10-ën, 15-ën, 20-ën. Pra do të e keni parasysh ato pasqyra që mund të shikosh të duket si një pafundësi me pasqyra dhe me dhoma, po njëjta gjë është dhe kjo. Dhe në minutën 10 do të ndjeni të gjitha të katërta këto, dhe në minutën 15 dhe në minutën 20. Kjo është pakës më e rrallë si gjë, por që është vërtet shumë interesante nëse e provoni dhe nëse e keni provuar. Déjà vuja shpeshherë ndodh për të na thënë ne që jemi në rrugën e duhur. Dhe mund të shikohet ndryshe si një shenjë që vetja jonë, ne thamë që jeta për shembull nuk është lineare, ne e përjetojmë të tillë apo ne e shohim të tillë në moment, por për shembull, mendojeni sikur vetja juaj e ardhshme ju ka lënë shenja të ndryshme gjatë rrugtimit tuaj, si tabela, mund ta mendoni. Dhe duke qenë se vetja juaj e ardhshme është tani më në të ardhmen, kjo do të thotë që ju keni kaluar tashmë te kjo rrugë një herë. Dhe në momentin që ju kaloni, tani më, ju duket sikur kjo tabelë për shembull ju duket e njohur, sepse ju e keni parë një herë. Kjo është ideja, pra ju e keni parë sepse keni kaluar. Dhe kjo na lidh me faktin tjetër që si fillim, edhe me manifestime dhe me çdo gjë, se po përpiqem të gjej mënyrë më të thjeshtë për ta shpjeguar për të gjithë për jush. Edhe me manifestimin dhe me çdo gjë, si fillim, duhet të ndodhë në një aspekt shpirtëror. Pra si fillim ne vizualizojmë diçka apo jo. Ne e krijojmë duke e vizualizuar dhe ajo ekziston në këtë lloj fushë dimension tjetër, mund ta quajmë. Pra në këtë dimension tjetër ajo ekziston. Dhe ne, duke e manifestuar, e sjellim në dimensionin ku ne jemi, në 3D. Pra diçka të prekshme. E njëjta gjë ndodh me këtë, pra në jetën tonë mund ta mendoni sikur shpirti juaj ecën më përpara se ju. Dhe ju jeni ata që shkoni nga pas pra në realitetin fizik. Është si thuash manifestohet, është si hija. Nuk do doja të përdora këtë shembull, por ky po më vjen ndërmend, pra që trupi juaj është përpara për shembull dhe hija është mbrapa. Në këtë rast, shpirti juaj e kalon për shembull rrugën tuaj, jetën tuaj një herë. Dhe më pas ju jeni ata që e kaloni përse duhet si thuash, dhe në këtë moment do déjà vuja që ju e shikoni të njëjtën gjë 2 herë, sepse ju jeni të njëjtët, dhe krijohet kjo ndjesia që në fakt është një shenjë shumë e mirë që tregon që ju jeni në rrugën e duhur, ju e keni bërë këtë rrugë më përpara dhe kjo rrugë po ju çon në destinacionin tuaj ku ju duhet të jeni. Dhe kjo për shembull nëse ju ndiheni mirë, sepse tani që po e mendoj mund të ketë déjà vu në
momentin që dhe nëse ju nuk ndjeni mirë, do thotë që ju e keni bërë këtë rrugë një herë, po nuk ju ka pëlqyer dhe ndoshta duhet të zgjidhni diçka tjetër. Edhe kjo mund të shndrojë. Dhe nga ana tjetër déjà vuja tregon shumë që ju jeni rritur shpirtërisht në rrugtimin tuaj. Sepse ju jeni duke aksesuar me ndjeshmëritë tuaja dhe me senset tuaja të paprekshme këto dimensione të cilat nuk janë kaq lehtësisht të aksesueshme. Dhe ju jeni duke parë ndoshta duke patur akses edhe tek jetët tuaja paralele. Kjo më pas është një temë tjetër, do doja të dija nëse jeni kurioz se ta flasim së bashku, sepse është një temë shumë interesante edhe kjo, dhe ndoshta do ta kuptoni më mirë atëherë, nëse do ta sqarojmë më tepër, në lidhje me versione të ndryshme që mund të kemi. Dhe një shembull shumë i bukur që në fakt mendova ta ndaj me ju, që ndoshta ta kuptoni më mirë, mund ta mendoni për shembull si e keni parasysh kur bëhen prova për një film dhe zakonisht ka shumë prova derisa arrihet prova ideale. Me këtë mund të sqaroj për shembull jetët paralele. Por nga ana tjetër, nëse ju e keni bërë provë, një skenë specifike më përpara, pra para skenës përfundimtare. Dhe në momentin që ju e bëni në skenën përfundimtare, sigurisht që do të jetë një déjà vu apo jo, sepse ju e keni parë më përpara këtë lloj skene, e keni bërë eksaktësisht njësoj më përpara. Dhe sigurisht që do të krijohet ajo ndjesia që ju e keni parë, keni përjetuar, keni dëgjuar këto fjalë më përpara dhe këtë person specifik, këtë aktor që po luan me ju. Dhe jeta mund të shikohet si një film shumë bukur i cili si të thuash në momentin që përfundon, ju mund ta rishikoni sa herë të dëshironi dhe ngelet si një libër shumë i bukur jetës suaj, një film shumë i bukur jetës suaj. Sigurisht që të gjitha këto përmbledhen në fushën e madhe që kemi folur të njohurive të pafundme. Dhe sigurisht që çdo jetë është shumë e rëndësishme. Të gjitha jetët tuaja janë shumë të rëndësishme, sido që të jenë, me të mirat dhe me të këqijat e tyre, sepse kanë një qëllim më të lartësuar që ndoshta ju nuk mund ta kuptoni deri në momentin që keni një perspektivë më të zgjeruar, si të thuash, dhe më të lartësuar. E di që mund të jetë një temë që jo të gjithë mund të kenë dëshirë që të dinë më shumë, apo mund të jenë pak skeptik në fillim, por është diçka shumë e bukur dhe përse të mos të zgjerojmë horizontet tona, mua më pëlqen gjithnjë të mësoj gjëra të reja dhe të zhvillohem dhe ky është qëllimi i jetës, që ne të mësojmë vazhdimisht, të rritemi vazhdimisht, të përmirësohemi vazhdimisht. Përse jo të mos ta lejojmë veten të jemi si ata fëmijët e vegjël që janë kuriozë, kurioztar për çdo gjë dhe mësojnë shumë në këtë lloj mënyre, janë si sfungjer që çdo gjë që shohin janë shumë kurioztar të dinë si funksionon, si punon diçka, si është mekanizmi i kësaj gjëje, pse duhet të ndodhë një gjë specifike. Sepse shpeshherë ne kur rritemi, nuk e di pse është kjo tendenca që të kritikohemi për faktin përse pyesim kaq shumë në lidhje me disa gjëra apo përse jemi kaq kurioztar. Dhe ka dalë 1001 historira se përse ne nuk duhet jemi kurioztar. Kjo mua nuk më duket aq e pëlqyeshme si të thuash, sepse kjo tregon që ju jeni duke e para ose nuk e dini për vete përgjigjen dhe përpiqeni ta mbuloni këtë gjën sepse nuk e keni kërkuar vetë përgjigjen dhe nuk dini çfarë përgjigje të jepni. Dhe e dyta, sepse ju ndoshta ju është cënuar dhe ju kjo e drejtë për të ditur dhe ju po vazhdoni të bëni të njëjtën gjë. Por mendoj që të pyesësh nuk ka asgjë të keqe, të mësosh nuk ka asgjë të keqe. Mund ta mendoni jetën si një shkollë dhe ne në shkollë nëse nuk pyesim për paqartësitë që kemi, sigurisht që do të ngecemi në mësim dhe sigurisht që nuk do të dimë çfarë të bëjmë, si do të ecim përpara dhe mësimet do të vazhdojnë të mblidhen dhe ne do kemi mësuar ende pyetje numër 1, kështu që ne duhet të pyesim në momentin që kemi diçka të paqartë, qoftë edhe në jetë. Për çdo gjë, si funksionon diçka, pse funksionon në këtë lloj mënyre. Dhe të mos kemi frikë nga gjykimet e të tjerëve, sepse fundja ndoshta ata nuk e dinë për vete. Dhe ndoshta ne po i iluminojmë dhe ata që të pyesin po të njëjtën gjë, sepse si ka vajtur mendja ndonjëherë se përse duhet të pyesin. Okej, se kjo tani mori një temë dhe një rrjedhë shumë të çuditshme, por që për ju që jeni deri në këtë pjesë të videos, shumë faleminderit sepse e vlerësoj vërtet shumë, do të thotë shumë për mua. Jeni miqtë e mi më të mirë, jeni
mund ta shoh si familja ime dhe vërtet jam shumë i njohur t'ju kem në këtë komunitet dhe që do të dini që jam këtu për ju, sigurisht, për t'ju ndihmuar nëse ndjeni vetëm, nëse keni nevojë, nëse keni nevojë të pyesni dhe keni paqartësi që mund t'i zgjidhim së bashku. Jam shumë e lumtur t'ju ndihmoj dhe shumë faleminderit. Shihemi në videon tjetër. Edhe jam e hapur ndaj ideve se çfarë temash dëshironi që të flasim, sepse sigurisht mund të kemi idetë e mia, mund të kemi udhëzimet e mia që jo çdo gjë mund ta ndaj me ju dhe të di kur ka momentin e duhur ta ndaj diçka. Por nëse ju keni paqartësi dhe pyetje, sigurisht më pyesni dhe unë do të jem shumë e lumtur që të flasim lidhje me këtë temë. Faleminderit, mirupafshim.